Nën kalimi i autostradës Shkup-Gosivar që kalon në lagjën Dardania në Tetov, vazhdon të mbetet pa zgjidhje, sa herë ka rreshje edhe minimale. Nën kalimi mbushet me ujë, ndërsa ngricat e vazhdueshme dhe prania e ujit kanë shkaktuar dëmtime edhe në urën e kësaj pjese. Kanalizimi është i bllokuar nga balta, ndërsa banorët që jetojnë në këtë zonë detyrohen të përdoren rrugë alternative për qarkullim. Që nuk mushet me kiametin këto hekim ne. Kiametin hekim kjo. Kja këto lo akli një kuron. Ja janë një gjerma. Kja qutën e madhe qëto. Kërkush nuk e pasron. Vetëm ata limuzinet hakatin ku pakohet ujti. Ku pakohet pakujti, atëhere lujnë rabat. Çdo herë, për shembull, pak shi të kesë edhe mbushet edhe është i palëvizshëm. Kështu që mendoj që edhe kjo pjesa tjetër e kalimit tjetër të autobani aty është ende më e rrezikshme. Dëmturët maksimum, për shembull, ne që e dim këtu janë dëmtu minimumin brenda këtij vitit një 30 vetura janë dëmtu, janë bë, domethënë, të pavlefshme. Nga komuna e Tetovës thonë se zgjidhja ka qenë më komplekse, por tashmë tenderi ka përfunduar dhe presin përmirësimin e kushteve klimatike për të filluar me punë. Gjitha procedurat janë mbyllur, tenderimi është hyrë, gjitha fazat. Tani vetë presim me përmirësimin e kushteve atmosferike, sigurisht do të filloj puna edhe të nënkalimin në lagjen Dardania. Është një problem i kamotshëm edhe zgjidhja ka qenë pak komplekse, por fatmirësisht jemi në fund fare dhe me përmirësimin e kushteve ekipet përgjegjëse do dalin në terren dhe ky problem do zgjidhet një herë për gjithmonë. Në lagjën Dardania ka 2 nënkalime, njëra është nën Hekurudh që pastrohet më shpesh, ndërsa ai që kalon në autostradë nuk pastrohet për shkak se është më pak i frekuentuar.